Dalemi te tema jo. Me kënaqësi. Evidentojnë raportet ndërkombëtare për fuqizimin e krimit shqiptar jo vetëm në vend, por po ashtu edhe jashtë Shqipërisë. Pse kjo thirrje kaq e madhe dhe rritje në fakt se më mbetet në mendja te thirrja e kriminalitetit shqiptar në vendin tonë? Mendoj se organet ligjzbatuese në vetvete kanë pasur një qasje pro pastrimit të paras në territorin shqiptar. Kur flas për organet ligjzbatuese, po edhe për te tyre dhe organet ekonomike, si Banka e Shqipërisë, Shërbimi Informativ Shtetëror, i cili pavarësisht raporteve vjetore që i nxjerr nuk bën goditje të drejtë për drejtë, organet e tjera si prokuroritë, gjykatat, sistemi gjyqësor i reformuar me KLP-n dhe me KLG-n, policia e shtetit që shpeshherë gjendet e përfshirë dhe implikuar në këto transaksionet e dyshimta, mbrojtjen e kriptovalutave, forexit, pra mashtrimet me qytetarët evropian, ose me dërgesat e lëndëve narkotike. Pra gjitha bashkë këto kanë sjellë një qasje pro pastrimit parave në sektorin e ndërtimit. Dhe ne shikojmë që në momentin e parë që del projekti një kullë që është shumë e bukur, gjithë e presin me dëshirë, por dhe me dyshim, që nëse do të goditet pronari apo personi që është investitor kryesor, ajo kullë mbetet në mes, sepse shumica e dinë që këto persona, përmes linjës së Amerikës Latine, bëjnë trafikimin e lëndëve narkotike.